Përgjatë këtyre javëve vendi u përball me vërshime të mëdha si pasojë e rreshjeve të dendura të shiut. Përballë kësaj fatkeqësie natyrore, ndër të parët që reaguan qenë zjarrfikësit, të cilët intervenuan për të shpëtuar jetë e pasuri. Por pavarësisht angazhimit të jashtëzakonshëm dhe rrezikut të përditshëm që përcjell këtë profesion, zjarrfikësit vazhdojnë të mos paguhen për rrezikshmëri në punë. Si arsyetëm është dhënë që duhet të bëhet vlerësimi i rrezikut për çdo profesion dhe me vërtetë është përkeqësore sepse zjarrfikësit dinë se kanë një punë mjaft e vështirë dhe mjaft e rrezikshme për gjithmonë për të dhënë ndihmë qytetarëve të Kosovës. Për më tepër, kjo kategori nuk gëzon as benefite të tjera, të cilat u takojnë me ligj. Institucionet e Kosovës kanë bërë që zjarrfikësit të kenë status dytësor, pra nuk janë marrë me zjarrfikësit që një kohë të gjatë, qoftë me mosgjirjen e statusit juridik të tyre, pastaj mospagesat e ndrimeve të natës, mospagesat e orëve të festës dhe orëve të tepërta të cilat ju takojnë edhe ligjërisht, mirë, por gjithë kjo ka bërë që ata të mos paguhen. Andaj vlerësohet se është koha kur shteti duhet i kthejë syt më shumë nga kjo kategori e ta zgjedhë një herë mirë çështjen e tyre. Mekanizmi politik do duhet që në këtë legjislaturë, në këtë qeverisje, ta përcaktoj qarta zi mbështetjen për Agjencinë e Emergjencave Civile, respektivisht inkorporimin e brigadës së zjarrfiksave në kuadër të një sistemi të mirëfillt mbështetës për operatorët e këtij segmenti të rëndësishëm. E përveç këtyre, zjarrfikësit problem tjetër kanë edhe stafin e vogël të punëtorëve e makinerive të vjetra me të cilat punojnë.